Institucionet publike të pavarura të arsimit të lartë kanë personalitet juridik të ndarë nga ai i themeluesve. Ato krijojnë si rrjedhojë transformimit të institucioneve të arsimit të lartë me vendim të Këshillit të Ministrave. Institucionet që kërkojnë të transformohen në institucione publike të pavarura të arsimit të lartë duhet të përmbushin paraprakisht kriteret e përcaktuara në ligj. Bordi i administrimit është autoriteti që vendos në transformimin e institucionit pasi të ketë marrë miratimin e Senatit akademik. Institucionet publike të pavarura të arsimit të lartë nuk ndjekin qëllim fitimi dhe të ardhurat e përfituara nga veprimtaria e tyre përdoren për realizimin e misionit të institucionit. Pasuritë e institucionit përdoren vetëm për realizimin e misionit dhe në funksion të tij. Pavarësisht nga origjina e themelimit, institucionet publike të pavarura të arsimit të lartë zbatojnë të njëjtat rregulla organizimi. Jemi rikthyer përsëri në studio dhe pa humbur kohë për prezantojmë miq të ftuar. Artan Trebicka, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Shëndetje. Lili Sula, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Belina Budini, kënaqësi. Gjithashtu. Dhe Ervis Iliazaj, mirë se erdhët. Ndërkohë nuk kanë ikur nga paneli, janë akoma shumë të vendosur, janë ngulitur madje aty fort në vendin e tyre, studentët që ishin pak më përpara. Veni nuk do bësh të debatone shumë, do më pak. Okej. Thjesht më mirë dhe ne që kemi përballë pedagogët, do të thënë që edhe ne jemi të vendosur dhe dim për çfarë atë mbështesim, sepse kjo reformë, siç thash, gjithë suksesi i kësaj është e menaxhimi. Nëse kjo reformë bëhet, atëherë do ketë vetëm pjesa menaxheriale, që do të thotë si shteti dhe privati do jetë menaxher. Kush menaxher është më i mirë ta fitoj. Këta mund të jenë konkurrent për universitetet e tyre që janë pedagog, nëse këta menaxher suksesshëm dhe dita menaxhojnë aq mirë atë universitet, atëherë pse jo. Dhe ne nuk duam. Ti ke natë pedagog Jo, absolutisht jo. Unë nuk dua që në universitetin ku jam unë, rektori ose dekani të vendosi një roje, të paguaj nga taksa ime, të vendosi të punsoj një roje, i cili të ruaj pedagogët, a janë në mësim apo jo. Je pro pedagogëve dhe kjo pjesë. Okej, mirë, ti kthehemi pak të pjesës së reformës arsimore. Çfarë prek më shumë kjo reforma arsimore? Ta fillojmë me ju. Në fakt, historia e reformës arsimore është e gjatë, Erion. Ka nisur para një viti, më shumë se para një viti. Neve na është shkruar një draft projekt, pra një draft i reformës, që është quajtur Green Paper. Ne kemi marrë, kemi lexuar dhe si grupe interesi vërtet interesuara, për cilën jemi në arsim dhe drejt për drejt të lidhur, kemi dhënë sugjerimet tona dhe më pas na ka ardhur një white paper, i cili ndryshonte komplet nga i pari, pra si themi varianti i parë dhe varianti i dytë për të mos përdorur terminologji të huaj. Dhe pam që reforma nuk pasqyronte absolutisht asnjë nga vërejtjet që neve kishim bërë paraprakisht. Ndërkohë, me kalimin e muajve na erdhi një tjetër variant, pak e përmirësuar, i cili po ashtu ishte larg realitetit tonë shqiptar. Dhe për mendimin tim, e keqja e parë e kësaj reforme, po flas për të këqijat, dhe po nis më së miri dhe një reformë në kuadrin ku jemi ne tani, ku ky projekt ligj është në Komisionet e Arsimit të Lartë në Parlament, është më mirë të flasim ato gjëra për cilët mund të ndreqet, jemi në fazën kritike ku fjala jonë mund të dëgjohet, mund të shkojë në veshin e duhur. Dhe keqja e parë për mua e kësaj reforme vjen nga realiteti i largët anglosakson, i cili është marrë si modeli bazë për të hartuar reformën tonë. Mbështetet ky legjislacion. E para është ky, është modeli anglosakson. Megjithëse na u tund dhe na u pasqyrua si një nga prioritetet e reformës, marrja një modeli shumë të largët, jashtë realitetit tonë shqiptar, që s'ka lidhje as me traditën e arsimore tonën, as me realitetin tonë të tregut, as me arsimimin me strategjitë tona kombëtare, etj. Kjo në një farë mënyrë vendos një distancë po themi të skajshme me aplikimin dhe zbatimin e saj. Bashkimit Evropian normalisht. Nga ana tjetër, ka një problem shumë të madh i cili po më shqetësonte këto ditë me që jam marrë me këtë reformë dhe kam lexuar po themi me laps në dorë. Sistemi ynë universitar futet në reforma sa herë ndryshojnë qeveritë. Sa herë, dhe po ky është një problem shumë i madh dhe kemi në dorë këtë reformë. Do me thonë, në vitin 99-2000, kur unë studioja në Itali, ishte Konventa e Bolonjës, e cila u mirëprit dhe ne u bëm pjesë e një zone europiane të Bolonjës, ku futeshin edhe shtetet të tjera europiane. Në vitin 2007-2008, u rimor një reformë tjetër dhe pas 7 vitesh, në vitin 2014 vjetë, ka qenë 2014, ne rimerimi në një reformë tjetër. Shtrohet pyetja, çfarë është tradita e arsimit tonë të lartë? Kush kemi në një traditë arsimit tonë të lartë? Sa dhjetra vjeçare është kjo traditë arsimit të lartë? Dhe këto reforma që sa herë ndryshohen qeveritë, vinë për ta filluar me vitin 0. Më falni, ku do shkojë arsimi, ku do shkojë studenti, ku do shkojë tradita, pedagogu dhe gjithë sistemi ynë arsimor.
Sistemi arsimor për mua është një sistem shumë i rëndësishëm i qeverisjes. Dhe nëse ekonomia e mat të ardhurat e veta dhe mat rezultatet, e mat dështimet në fund të vitit, në fund të 2 vjeçme, sistemi arsimor nuk po ka shanse dhe kohën e duhur për të matur avantazhet, përparësitë, disfatat, shkënjimet e tjerë. Unë jam shumë dakord dhe besoj se në një farë mënyrë shpreh dhe mendimin e kolegëve të mi, që ne jemi në realitet arsimor të lartë që ka shumë vend për diskutime, për përmirësime, ka shumë gjëra që shkojnë. Po ta rimarrësh, ta hedhësh poshtë, ta hedhësh në kosht të plerave reformën në cilën ishim, ne xhapunonim dhe jemi në këtë realitet. Dhe ta rimarrësh dhe ta fillosh çdo gjë nga viti 0 për mua kjo është e papranueshme. Logjikisht dhe si specialist është e papranueshme. Specialistët ja ta mbaroj dhe këtë dhe do ketë kohë besoj për të gjithë. Specialistët e arsimit të lartë merren edhe me, po themi, matjen e suksesit dhe të dështimit të një procesi. Unë nuk e di se sa sondazhe janë bërë për aplikimin dhe mirë organizimin dhe suksesin e kësaj reforme. Reformat të tilla kaq të rëndësishme që kushtojnë miliona euro nga buxheti i shtetit, duhet të ketë një fazë pilotimi në 2-3 universitete, e cila mund të shtrihet pas 3 vitesh duke përmirësuar në universitete të tjera, në rrethete të tjera e tjera. Nuk e di a është bërë. Nuk është përjashtuar. Ajo është një etapë tjetër. E di shumë mirë që nuk është bërë. Si informacion. Nuk është bërë. Ja ta mbarojnë, po nuk është përjashtuar, por nuk është bërë. Kjo pjesa e sondazhit dhe nuk është bërë. Dhe për mendimin tim, kur specialistët mendojnë që për një reformë arsimore, e cila ndryshon nga reformat e sistemeve të tjera, duhen të paktën 7 vjet, deri në 8 vjet, deri në 10 vjet për ta matur, sepse duhet të mbaroj sistemi bachelor, sistemi master, profesional, nga herë doktoratat për të parë se si ka ecur dhe ta mbyllësh një sistem në 7 vjeçar, fillosh të marrësh një reformë tjetër. Ka frikë se pas 7-8 vitesh do na vi një tjetër reformë tjetër dhe ndoshta kjo është loja, po them, me sistemet arsimore. Kjo është një problem tjetër pas ndrimit qeverive që nuk ka gjë. Jo, ka pikërisht me reformën. Okej, po zonja Budini. Pikërisht unë bashkohem me një pjesë mirë të diskutimit në lidhje me problematikat që ka arsimi i lartë në Shqipëri dhe këto problematika nuk janë zgjidhur, nuk kanë gjetur zgjidhje me reformat e mëparshme që janë bërë, nëse do t'i konceptojmë ose do t'i etiketojmë reforma. Kam dyshimet e mia në lidhje me përdorimin e terminit reform për çfarë kanë ngjarë më përpara, sepse kjo reformë ndryshon kryekëput në mënyrën e konceptimit ose rikonceptimit, riformulimit të gjithë sistemit se si ai do të funksionojë në pikpamje organizative, në pikpamje të traditës gjithashtu edhe të vlerave të reja, në pikpamje të financimit, në pikpamje të cilësisë, të ekselencës që kërkohet dhe të standardeve të reja. Gjitha këto janë një mënyrë e re, një këndvështrim tërësisht i ri i shikimit të arsimit lartë në Shqipëri, pa e ndarë atë privat nga atë shtetëror. Dhe për t'i çuar drejt një, le të themi, dritarje të përbashkët, që është arsimi i publik, për t'i bashkuar në ato që përbën interesin e të gjithëve. Pikërisht, duhet t'i shikojmë të bashkuar, duhet t'i shikojmë të interesuar të gjitha palët, si ato që i përkasin shtetërorit, si të tjerë që i përkasin privates, të interesuar për të arritur standarde të natyrës, jo, të përfundoj si që ju lash të përfundonit, të natyrës menaxheriale, të natyrës përmbajtësore, të gjithçkaje që ka të bëjë me kriteret dhe me cilësinë e mësimdhënies. Thënë këtë, procesi Bolonjës nuk është një pengesë, përkundrazi, ne prandaj se jemi 10 vjet në procesin e Bolonjës, kërkojmë të shkojmë më tej. Avancimi, evoluimi, si mendësi, si koncept, drejt një gjëje që nuk është kaotike, drejt një standardi të ri, të zhvillimit, edhe kuptimin e vijimësisë me traditën. Askush nuk është kundër traditës. Duke qenë sigurisht duke marrë vlerat dhe më të mirën e asaj që ekziston deri tani, ne mund të shohim përpara, ta mbajmë në stagnacion, ta mbajmë aty ku është, ta mbajmë në problematika shumë thella që kërkojnë zgjidhje përmbajtësore themelore, nuk kërkojnë, le të themi, lëvizje estetike. Prandaj niveli i reformës që kërkohet dhe ne kësaj qeverie vazhdimisht i kërkojmë reforma dhe këtu ku bën një reformë ne i dalim dhe i kërkojmë antireformë. Është problematik. Ne duam që lëvizjet e saj të jenë thella, mos përfundojnë me mbylljen e disa filialeve private që kishin probleme. Po të shkojnë më tej, ta përmirësojnë privatin, po të përmirësojnë edhe publikun, sepse ne dim fare mirë ose shtetërorin, se praktikisht funksionon më tepër si shtetërori. Atëherë, ato problematika që shfaq secili prej këtyre aktorëve shumë të rëndësishëm, edhe të dy bashkë kontribues, duhet t'i shikojnë me një këndvështrim, t'i bashkojnë në mënyrë që të përmirësojë funksionimin e arsimit të tërësisë. A ka patur diskutim publik ky legjislacion, pra? Është duke ndodhur. Ne jemi duke diskutuar publikisht. Jo, po them, në çast që është prezantuar, është diskutuar publikisht. Është prezantuar, këto bën më shumë komisioni duhet të jetë mbledhur. Janë marrë mendimet e të gjithëve. Patjetër, dhe në ato komisionin që ka hartuar reformën, draftin e projekt ligjit shumica janë nga
institucionet publike, po. pra shtetërore, dhe një pjesë pra ka përfaqësues dhe zërat në publik duket sikur ka një ide të bizotorimit ose të dominimit të një pakice në zërin publik. Janë më të pakt ata, prandaj bëri përshtypje edhe ndërtimi i panelit në kuptimin që janë më të pakt ata të cilët e kundërshtojnë reformën në publik sesa ata që e mbështesin. E megjithatë ju gjetët vështirësi ndoshta për të patur edhe përfaqësues të publikut që e mbështesin këtu reformën publikisht. Pse ndodh kjo? Që duket problematike ka lidhje të gjashtë kjo është e gabuar. përfaqësuar. Nga tjetër, ka studentë të publikut të cilët janë pro reformës. Pse nuk erdhën studentët e publikut të cilët janë pro reformës? Neve nuk mund të futemi, më fal. Ose ata që janë kundër reformës. Pse nuk erdhën? Ne nuk mund të futemi në psikologjinë atyre që janë kundër kësaj reforme, pse erdhën dhe pse nuk erdhën. Që ta mbyll diskutimin. Ajo që më shqetëson është një lloj atmosfere ose një lloj klime e vendosjes në dy kampe. Dhe ndoshta gabimisht ose për shkak të përfshirjes emocionale bëhemi dhe ne të ndarë në kampe. Nuk ka ndarje në kampe në këtë mes. Prandaj duhet të jemi gjithë përfshirës, të jemi gjithë ta mendojmë. Jo, ne po debatojmë për profesor Artan. Pikërisht. E shikoj. Jo, jam i mendimit që unë nuk përfaqësoj as publikun as privatin, unë përfaqësoj veten time, mendimet e mia. Unë jam një profesor në Universitetin e Tiranës, por nuk është se unë vi këtu për të përfaqësuar mendimin e Universitetit të Tiranës. Dhe keni një qëndrim tuaj për reformën. Po, kam qëndrimin tim për reformën. E para jam kundërshtim atë djalin, sipas mendjes time, kur e quajti Universitetin ndërmarrje, menaxhim. Jo, ne nuk kuptojmë një gjë. Edhe unë e theksoj këtë jo vetëm për universitetin, por që nga fillorja. Shkolla është një vend që jepet dije, nuk jepet para. Patjetër. Po, dhe shkolla duhet t'japi dije. Si rezultante. Jo, shkolla ky është qëllimi i shkollës. Më fal ta mbaroj latën. Unë kam idenë që shkolla mëson, jep dije. Biles për të kundërvënë studentët, shkolla nuk shpërndan nota. Nuk qëllimi i shkollës shpërndaj nota, sepse ky është një tjetër problem që keq kuptohet shkolla. Shkolla keq kuptohet dhe duket sikur shkolla shpërndar nota. Jo. S'ka lidhje fare me notën shkolla. Shkolla ka lidhje me dijen. Dhe të gjithë ata që duhet vinë në shkollë, duhet që të vinë për të mësuar. Se nëse ata që vinë në shkollë nuk vinë për të mësuar, po deshe e para, po deshe mos jetë para, bëj çfarë duash, shkolla nuk funksionon. Kjo është e para. Do unë mendoj që një nga problemet kryesore shkollës shqiptare është që shqiptarët nuk vinë në shkollë për dije, vinë për të marrë sopletër. Dhe ky është problemi i parë që duhet zgjidhur. Dhe problemi qëndron te mos menaxhimi i mirë i dijes, pra. Në kuptimin e asaj që dija menaxhohet dhe një nga shkencat më të avancuara sot është pikërisht ajo që merret me menaxhimin e dijes. Pra universitetet kur ka lindur universitetet në Europë nuk kanë lindur, nuk kanë pasur qëllim fitimi. Dija nuk është ndarë nga menaxhimi. Shiko, besoj se të gjithë jemi të personalisht për të flasim me radhë. Jo për të dhënë para. Është unë kam mendimin tim, ju keni mendimin tuaj. Dhe kjo është e parë që duhet të kuptuar që shkolla është për dhënë dije. Në shqiptarët e konceptojnë shkollën sigurisht për dhënë nota. Jo, dhe jo vetëm universitet. Nëse flasim për reformë, pra nëse flasim për reformë, unë them që një ndërtesë nuk fillohet nga kati 5. Pikërisht. Po, dhe fatkeqësisht rezulton që puna e parë që po bëjmë është fillojmë reformën në katit 5, që është universiteti. Ndërkohë që reforma fillon me arsimin fillor, e tjerë me radhë, dhe pasaj arrim në arsimin e lartë. Dhe ky është një problem tjetër. Dhe jam dakord edhe me parafolësit që thanë që fatkeqësisht ne asnjë nuk e dim çfarë rezultatesh jep një reformë, sepse ne ndryshojmë reformat dhe në Shqipëri është mod kjo, që çdo njeri që vjen mohon të kaluarën. Në fakt, forcat politike, mendoj unë, kur bëhet fjalë për çështje madhore, si është arsimi, nuk mund të kundërshtojnë njëra tjetrën. Duhet bëjmë bashkë njëra tjetrën, bëjmë një afat që kushdo që të vi më pas mos sa ndryshojë, se kjo është e para. Më mirë një gjë e keqe që vazhdon dhe rregullohet sesa ndryshohet çdo vit dhe nuk e kuptojmë është e mirë apo e keqe. Se ne nuk kuptojmë një gjë që ndryshon pas 5 vjetësh a ka qenë e mirë apo e keqe. Absolutisht, ne bëjmë dakord. Duhet të merremi vesh. Më pas. Kjo për të kthyer prap tek biseda e pashme e modelit, se u diskutua këtu modeli britanik, tradita e modelit tonë e kështu me radhë. Atëherë, bjem dakord të gjithë që modeli britanik është më i suksesshëm sot, apo jo? Jo vetëm kaq. Duhet marrë dhe ajo kultura nga një popull. Në të gjitha rankimet botërore të universitetet britanike janë më të shumta në 20 vendet britanike dhe, nga më të anglosaksonet, le ta themi. Mos harrojmë që Amerika është vendi më i zhvilluar i botës, sigurisht do jenë amerikanë. Ja të lutem ta mbaroj. Janë universitetet britanike në rankim në krahasim me të gjitha universitetet e tjera. Jo vetëm kaq, pra mua kjo çështja e traditës të sistemit tonë arsimor nuk më thot asgjë, në çfarë kuptimi. Ne duhet të zgjedhim një model i cili është i suksesshëm. Çfarë do të thotë tradit në universitet?
Tradita në universitet është ajo që të çon drejt suksesit, është ajo që i vlen shoqërisë. Dhe sot, kush është nga më të suksesshmit, le ta themi kështu, jo më i suksesshmi, është modeli britanik. Dhe nuk duhet i qasemi, pra nuk duhet kemi problem fare këtë traditën, jo ne jetojmë në Shqipëri, si mund të implementojmë këtë model në Shqipëri. Sigurisht që po, sigurisht. Jo, edhe një nuk ka asnjë kontradikcion fare. Ja të lutem ta mbar, se unë s'kam folur fare deri tani. Pra unë nuk shoh asnjë lloj kontradiksioni, sepse e dëgjoj gjithmonë këtë që po si do ta implementojmë ne modelin anglosakson, ne jemi në Shqipëri. S'ka të bëj fare. Jo vetëm ne, po shumë vende të Europës kontinentale, duke qenë se e shohin si model suksesi modelin britanik, e kanë marrë si shembull dhe po shkojnë drejt atij modeli. Pse? Sepse ka treguar që është modeli më i suksesshëm. Pra dua të them që tradita për mendimin tim nuk vlen fare në arsim. Sigurisht është e rëndësishme, por deri në një farpike, kur flitet për sukses, kur flitet për domosdoshmëri, për zhvillimin e një vendi, për zhvillimin ekonomik, social e kështu me radhë. Dhe kjo reformë ç'a bën në thelb? Po ta shohim me kujdes. Ka dy gjëra, dhe është tipike britanike, është common sense. Çfarë do të thotë? Ka konkurencën dhe mbështetjen e shtresave në nevojë. Dhe filozofi, domethënë, po të marrim qasjen filozofike të qeverisë aktuale, është, unë do të thoja, një reformë e majt. Mbështet, si të thuash, shtresat në nevojë, planifikon lëndët, pra ka një strategji të degëve kombëtare, ku i subvencionon me financime, siç është gjeologjia, apo ku diun albanologjia që janë me interes kulturor apo të traditës në Shqipëri. Jo, e mora si shembull, Pra, subvencionimet, ja një minutë, subvencionimet e kësaj reforme parashikojnë besha të lidh mendimin tim që kjo është një reformë e majt. Pse është e majt? Sepse planifikon disa deg, planifikon një strategji të zhvillimit kombëtar, subvencionon për disa deg të caktuar, subvencionon shtresat në nevojë dhe sigurisht elementin tjetër pra i common sense-it britanik është kjo, konkurenca. Pra cili është më i mirë, si po maten universitetet sot në botë. Edhe në Itali ku unë kam studiuar për 8 vite, ka disa vite rresh në Itali ku universitetet financohen sipas punës që bëjnë. Pra ne duhet të heqim dorë njëre mirë që shteti është një mjet që ne duhet ta vjelim pavarësisht se çfarë punë bëjmë. Jo, shteti sot, sidomos në këto krize ekonomike, ato pak para që kemi, duhet të shkojnë për më të mirët, duhet të shkojnë sipas meritokracisë. Kjo reformë më bën një ndarje të barabartë që po, sigurisht e mbështet idenë e konkurrencës, e mbështet idenë e financimit sipas konkurrencës. Pra nuk ka më financime pa bërë gjë, le ta themi kështu. Dhe të gjitha universitetet europiane po shkojnë në këtë drejtim. Si matet konkurrenca, se unë mendoj që ka një kriter gabuar. Performanca. Nisë konkurrencën, ku duan të shkojnë gjimnazistët? Po, këtë e bën kjo reformë. Po, kjo e bën këtë reformë. Kjo reformë e bën këtë dhe e bën shumë mirë. Atëherë, ja lënë në dorë studentit të zgjedhur. Me ata që dalin, po me ata që hynë. Pra, cila është dëshira? Jo, mund të matet dhe me ata që dalin. Ka dy filozofi të ndryshme. Nuk është e vërtet kjo. Nuk është e vetmja më mirë. Matet dhe me ata që dalin. Po, pra, dhe me ata që hyjnë. Dhe në hyrje problem. Nëse flasim të gjithë në një kohë, publiku nuk kupton asnjë gjë. Por derisa ajo të flasim me që e mora fjalën, por derisa u kam shumë me modelin anglosakson. Sigurisht që un kam parasysh atë çka thotë drafti i deri tanishëm. Sipas modelit anglosakson, sigurisht duke adhuruar, madje duke pëlqyer dhe e vlerësuar modelin anglosakson, presupozohet që fakultetet dhe universitetet shtetërore do të marrin fonde edhe nga bashkitë, nga institucionet e pavarura, edhe nga shoqatat, edhe nga biznesi. Ju lutem shumë, më thoni ju krejt hapur, kështu është e lexuar, mos flasim çfarë filozofojmë. Më thoni ju kush, prandaj themun është e lartë paralitetin ton. Më thoni ju kush në Shqipëri nga biznesi do të japi, po themi do të hedhë 1 milion euro për shkencën e arsimit. Dhe kush absolutisht. Atëherë po ta them kjo mund të jetë pjesë e paragjykimit, nëse di. Jo, vetë a priori. Si a priori, kush biznes ka mundësi sot të hedhë në kohë krize dhe të hedhë para pa fund. Pa nuk i jedh. Është keq kuptimi i madh se ai nuk i jedh për universitetin, i jedh për veten, për inovacionin e tij. Se kjo është çështja. Po disa student ka, e dini që atë dhe nuk ka biznes në botë që jedh lek. Thjesht për universitetin. Ne ta përjashtojmë biznesin se në këtë konceptim neve përjashtojmë biznesin. Ne nuk po themi se sa ato do të investojnë. Nga bizneset e sotme do të hedhin në shkencat e edukatimit. Zonja Lili, kush është problemi i këtij
Duhet ta marr pak gjatë përdesa kontestua ajo që thash unë. Flasin për institucionet e arsimit të lartë publike të pavarura, të cilën Belina jo sipas kapitullit 12 që pa jo them saktësisht është në këtë kapitull, por me një tjetër formulim e tha. Sigurisht që këtu në këtë institucione publike të pavarura shtetit shkon deri degenerimi total deri dhe azjësimet. Shtetit nuk i garantohet asgjë. Ky ligj bie në kundërshtim të plot me nenin 57 shtatë të kushtetuar. Po tani ta mbarojmë këtë listën dhe pastaj doni të garantohet modelin e tregosh që garantohet. Biznesi mund të japë për informatikën, mund të japë për mjekësinë, për jurisprudencën, 10 veta në shkencë. Garantohet dhe kjo reformë nuk e garanton. Po pra, atëherë universitetet publike të pavarura edhe Dëgrov është presidenti i shoqatës europiane për ligjvënien dhe arsimin, e quajti si një nga problemet kryesore të këtij projekti. Ky i paanshme, pasi që unë jam i shtetit dhe që kam e anshme dhe e varshme. Kurse ky i paanshme, ky presidenti i mirënjohur që ka ardhur dhe ka dhënë sinqerisht. Po pra e ka quajtur si, e di çfarë. Atëherë në këtë projekt. Dalin tek pjesa, çfarë nuk pëlqen, çfarë shkon. Shteti kontrollon absolutisht në linjë vertikale të gjitha institucionet e arsimit të lartë publike, shtetërore. Me pak fjalë, zhvillimi i kapitullit 12 është universitetet shtetërore, mos jenë më shtetërore. Mos jenë më shtetërore, pra shteti të largoj duart nga universiteti, ti bëj gjitha private. Kjo është. Një sekond, pra universitetet shtetërore mund të jenë më shtetërore, dikush mund ta shtetërojë një fazë. Sepse u keq kuptua, si shteti donte që privatet të bëheshin shtetërore publike. Në fakt, qëllimi i ligjit është që shtetëroret të bëhen publike autonome të bëhen publike të pavarura. Në një fazë ndërsa privatet asnjë nuk ka për të bërë publik i pavarur. S'ka të bëjë asnjë, sepse ata kanë qëllim fitime. Po dini ju këtë? Po pikërisht kjo sepse një universitet jo nuk është para gjykimit. Sipas reformës, universitetet private zgjedhin nëse duan të hyjnë apo jo në reformë. Një universitet privat është kundërshtuar me qëllim fitimi. S'ka pse të fitime. Po pse të logjika kjo? S'ka pse të fitime. Si do mbi fitimi një universitet privat? Si do duroj ai që është pronari i universitetit të gjithë pronat e gjithë qëllimi, sipas meje, është jo të shkoj privati tek shteti, kjo nuk ka për të ndodhur, sepse s'ka asnjëri në thonjsa budalla që të dhuroj pronat, qëllimi vetëm është që shteti të shkojë te privati. Pra të gjithë universitetet shtetërore, nga universitetet shtetërore autonome të dia nuk është private, po shtetërore. Po përgjigje pak atyre që ta profesorit. Ka fjalë pyetja u bë. Vetëm një fjalë fare përgjigje. Sepse jemi koleg. Ideja është që nuk ka dije e cila është shtetërore dhe është private. Dija është publike dhe nuk mund ta shikojnë dijen dhe duhet të jenë të interesuar në rast të parë prindrit dhe studentët vet që privatin ta shikojnë edhe me dobi publike. Dhe shërbimet e universiteteve private janë me interes të drejtë për drejtë publik. Nuk mund ta shikoni juve vendoseni në pozicion në pozicione statike kur e shikoni në këtë mënyrë. Pasi nuk do të shërbim publike, edhe ka dhënia shërbim Gana tjetër dhe publiku do të menaxhohet. Përkundrazi, ta shikosh në tjetër formull. Atëherë ka një problem shumë të madh. Ligji siç është parashikuar të paktën në këtë formë, vjen duke ngritur një sër agjencish administrative. Ne i quajmë agjenci administrative, të cilët kontrollojnë dhe menaxherojnë jetën e universiteteve. Në fakt, duhet kuptuar thelbi i jetës sonë universitare. Jeta universitare ka autonomi universitare, liri akademike dhe liri administrative. Domethënë, ka një harmoni të brendshme që vetë rregullohet dhe vetë qeverisë. Kjo rrit autonomin, jo, mund të ishte diçka që referohen vazhdimisht në Grofit, presidentit të shoqatës europiane të juristëve europian për arsimin, i cili në mënyrë të paanshme e ka skanuar, e ka studiuar ligjin dhe ka dhënë këto këshilla, sepse Okej, mirë, marr dhe mendimet e dy studentëve që janë. Vetëm një sekond, sa të marrim mendimet e dy studentëve sepse edhe ju do largojnë tashmë megjithëse jemi për të dhënë mendimet e fundit. Zysha, jo, kisha diçka në 2-3 pika që pedagogët qytetin këto. Reforma dhe bëj zysh. Ju thatë pika e fundit që ju prekët thatë që reforma heq autonomin, reforma rrit autonomin, krijon bordet drejtuese, të cilët si thua edhe në pjesën në cilin nen studentë më thuaj, në cilin nen? Un kam lexuar reformën dhe reforma konstaton nuk është e nevojshme. Mjafton ne themi thelbi
thelbi, ne të themi nuk e synon autonomi, në cilin ne kjo Do respektojmë dhe studentët pasi do jeni ardha jonë. Grupi interesi reformës. Meqense ne i respektojmë studentët në auditor, i respektojmë edhe nuk keni vetëm ju, po jemi ne, sepse universiteti jemi ne studentët, dhe gjëja më pozitive për studentët, kjo reformë është unifikimi. Pra, ju studioni në universitet shtetëror. Po momentalisht po. Unë para se të shkoja në universitet shtetëror, kur bëra rankimin, kur futa në konkurim atje, u shumëzova me koeficienti 1. Do më thënë, që në moment para unë paragjykova, kurse kjo reformë u meq nga paragjykimi. Pra, nuk më quan më klient, po më quan student, si që është ai. Më falë, çfarë ndryshimi ka një student që ka filluar 3 vjeçarin shtetëror dhe një që ka filluar 3 vjeçarin në privat? Çfarë ndryshimi ka? Po pikërisht pra, kurse sot është ndryshim. Unë kriteret mesatare e kam mesatare më të lartë se gjithë shokët e mi që kam atje. Po unë kam dal i fundit, do të thënë kam hyrë i fundit në atë lidhje, që do të thotë unë paragjykova thjesht për prejardhjen time nga universiteti i parë. Një e para, e dyta është unifikimi, që thash, unifikimi i studentit, që do të thotë unë nuk do quhem më student i ardhur nga privati, po do quhem student. Thjesht student, dhe kjo për mua është gjë pozitive. E dyta kjo për kafenesh studentëve i privati po jo pra diferenca është se kjo nga privati në shtet. Reforma e vogla mes të paragjykimi unë kam ndeshur dhe gjithë ata që fitonin shtetëror. Ky është paragjykimi që është krijuar. Kjo është paragjykimi që është krijuar. Për aq kohë sa studentët po studentët nuk diskutojnë. Ai është përfaqësues studentëve. Ju lutem ta vazhdoj atë logjikën time. Përveç unifikimit që unë do barazohem me ata bashkëmoshatarët e mi, do quhem student, dhe kur shkoj tek punëdhënësi nuk do quhem student i ardhur nga privati, po do quhem thjesht student i mbaruar. Të lutem ta mbaroj atë. E dyta reformë pozitive që unë shoh është bashkëpunimi që bën universiteti me kompani private. Sot një nga bankat më të fuqishme në Shqipëri, pa e përmendur emër për publicitet, ka një projekt pilot me një shkollë profesionale në Durrës, e cila paguan 100 student. Kjo bank paguan për këta student 200-300 euro, që ata të vazhdojnë studimet e tyre, dhe automatikisht, kur mbarojnë studimet, këta student futet te kjo kompani. Atëherë kjo reformë e shton këtë pjesë. Atëherë për mua si student kjo është në interesin tim. Unë unifikohem, jam i barabartë me studentët që mbarojnë në shtet dhe ata quhen më të mirë sepse nga një maturë shtetërore, dhe unë kam qenë i përzgjedhur nga matura shtetërore, por nuk kam qenë i përzgjedhur me degën që doja. Atëherë unë zgjodha një universitet i privat maturë shtetërore që ishte një gabim i rëndë. Nuk është prioriteti e reformës të unifikojnë universitetet, sepse për mua gabimet që bëni ju, duhet i pësojmë ne si student. Okej, mirë, për ta mbyllur se unë do ju falenderoj që ishit me ne dhe pas aty do largohemi. Okej. Për ta mbyllur se do t'jap një material, po shkurt, shumë shkurt. Kjo reformë bën një gjë shumë thelbësore. E para, eq këtë eliminimin universitet shtetëror, universitet privat, i bën pak a shumë universitete publike, duke qenë se arsimi është një mirë publike, pavarësisht nga vjen. Le ta themi këtë. Si e bën? Sigurisht duke forcuar kriteret për universitetet private, sigurisht duke rritur kontrollet dhe shenjat e para që kjo qeveri ka dhënë, sepse mbylli disa universitete që nuk plotësonin kriteret e lishmërisë, dhe ne këtë duam, që të kemi një kut, një mas midis universitetet private dhe shtetërore. Patjetër, pranojmë çfarëdo lloj kriteri të fortë, çfarëdo lloj rregullimi që qeveria vendos. Aman duhet që siç tha dhe studenti më përpara, një lloj unifikimi midis universiteteve shtetërore dhe private. Pra të quhet një ardhur nga një universitet publik. Dhe për të kthyer tek autonomia, do të thosha këtë. Deri më sot, universitetet kanë qenë të kontrolluara çdo procedurë nga Ministria e Arsimit. Çdo gjë propozon, si për personelin akademik, e propozonte universiteti dhe miratonte vendet e reja punë miratonte. Jo nga ministria, e keni gabim. Personeli po nuk po kshu ka qenë çdo madje konkursi dhe kjo konkursi po nuk i miraton fjalën e fundit kush e rektor. Okej, mirë, është momenti që ne t'japim material, do të themi sërish në studio për të diskutuar. Këshilli i Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor është organ këshillmor për politikat e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor pranë Ministrisë Përgjegjëse për Arsimin. Qendra e Shërbimeve Arsimore është institucioni publik që ka për mision ofrimin e kushteve për realizimin e shërbimeve në fushën e arsimit të lartë
për qytetarët si dhe sigurimin e aksesit publik në të dhënat për arsimin e lartë. Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë është institucioni publik në varësi të Ministrisë Përgjegjëse për Arsimin, që ka për detyrë shpërndarjen e fondeve publike. Për mbështetjen e veprimtarisë të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe mbështetjen me bursa studimi për studentët e shkëlqyer me notë mesatare maksimale. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë është institucioni publik në varësi të Ministrisë Përgjegjëse për Arsimin. Ajo është përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Bordi i akreditimit është organi kolegjal vendimarrës dhe i pavarur në veprimtarinë e tij. Bordi merr vendim përfundimtar mbi akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve që ato ofrojnë. Konferenca e rektorëve është organ kolegjal i pavarur i përbërë nga titullarët e institucioneve të arsimit të lartë. Konferenca e rektorëve kryen veprimtari të koordinimit dhe zhvillimit të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, si dhe funksionet të tjera të përcaktuara me ligje të veçanta. Në panelin e tretë, tashmë janë edhe gazetarët, ata të cilët janë tërkohës të informuar, e njohin shumë mirë këtë ligj dhe do japin edhe opinionet e tyre për sa i përket kësaj reforme. Laurita Roshi, mirë se erdhët, kënaqësi. Përshëndetje. Marigel Mërtiri dhe Ermelinda Hoxhaj. Përshëndetje. Mirë, duke sikur kemi vënë kështu përballë, po besoj që nuk jeni kundra apo pro, nuk jeni të ndarë dhe ju me këto ide, jeni kështu të siç quhet, të bardhë, nuk jeni. Ne japim mendimin tonë për atë pjesë që mendojmë se vlen. Mirë, sipas jush ku qëndron më shumë ky konflikti, ky problemi, kjo përplasja midis reformës që ka pro dhe kundër. Zëra. Në fakt, faleminderit që jeni së bashkë. Prej kohësh ka pas debat të shtrirë në kohë për 1 vit e gjysmë për sa i përket publikut dhe privatit. Është neni 12 ose kapitulli 12 ku kundërshtohet shumë fort nga universitetet publike, ndërkohë që pjesa e privatit e mbështet këtë sepse le të themi i bën një son të gjithë këto universitete. Kapitulli 12 do të thotë që publiku dhe privati vën një shenjë barazimi, pavarësisht se në fakt realitet nuk janë të barabartë, si për sa i përket dhe si sot ti vendosësh shenja barazimit nuk janë të barabartë. Me reformë bie që të vend barabartë. Reforma e vendos të barabartë, por realisht ata nuk janë të barabartë për sa i përket ambienteve, hapësirave, mjetet didaktike dhe gjithçka tjetër. Privatet i kanë më mirë, domethënë. Jo, nuk i kanë sepse. Jo, nuk kanë më mirë. Privati Kovanojun vjen një nga universitetet më të famshme private që bën mësim aty në Bëra në format. Ndoshta duhet ta evitojmë privatet janë brenda shtëpive bëjnë mësim. Dhe shteti ka përgjegjësi për institucionet e veta, jo për Do të thotë ky ligj për mua të paktën shikoj që universitetet publike u vendos disa kushte të paracaktuara që brenda këtyre kornizave e vendos numër të limituar studentësh, që vendos në bazë të hapësirës që ka do të marrë këta studentë, ndërsa privatit nuk e vendos, megjithëse do të vendos shenjë barazimi, nuk e vendos këto kushte, duke qenë se universiteti privat ka hapësirë më të madhe, sepse ka interesa brenda që prej vite që kanë ngritur tashmë dhe ata mund të marrin ambiente shumë më të mëdha se publiku, pasi kanë kaq vite që kanë një shumë financiare që mund ta investojnë për të ardhmen e tyre. Okej. Doja të them vetëm një gjë për je pro apo kundër kësaj reforme? Jam pro në pjesën më të madhe reformës, po pjesa kapitullit Pika 12, okej, atë do të diskutojmë. Doja të them vetëm një gjë për universitetet. Universitetet private me të vërtet mund të kenë godina shumë të bukura, por mos të harrojmë se të gjitha ato u ngritën me profesorë të Universitetit të Tiranës dhe Universiteti Politeknik. Kjo nuk është keq, ai ishte monopoli në Shqipëri, sigurisht. Mendoj se në një universitet rëndësi kanë stafet pedagogjike mediat e tjera private në Shqipëri u ngritën nga stafet. Ndërsa për reformën doja të them vetëm një gjë. Kjo është një gjë dëgjuar reforma sepse ky kapitulli 12 që sot kundërshtohet, biles ka pasur 2 vendime Senati Universitetit të Tiranës, ju jeni pedagog të Universitetit të Tiranës dhe e dini këtë gjë. Që sa marr parasysh fare. Kjo është fatkeqësi tjetër, pastaj që s'merret parasysh një universitet si Universiteti i Tiranës që sot të gjithë ato që drejtojnë vendin, pjesa dërmuese kanë mbaruar në UT. Në privat më shumë fakt, sipas statistikave në parlament. Jo, kanë bërë post studime, kanë bërë doktoraturat, ndoshta edhe në ato 18 që u mbyllën disa prej tyre kanë marrë një master. Problemi qëndron këtu që reforma që duan të bëjnë sot financimin e universiteteve është diskutuar edhe një herë tjetër në qeverinë Berisha. Ka qenë një diskutim i bërë, pati probleme dhe nuk kaloi, tani u rikthye. Nuk e di kush lobon, faktikisht nofta universitetet private mund të kenë pak më shumë zë dhe pak më shumë informacion për këtë çështje. Për mua, të lutem vetëm të them një gjë tjetër. Për mua është një gabim shumë i madh. Tu nuk flas si pozicionin tim në media ku nuk punoj, flas si një person i kësaj Republikës së Shqipërisë, flas si një nën
që dua që arsimi për fëmijën tim të jetë cilësor. Në momentin që këtu vendosen lobime të mëdha për çështje financiare, se kush do marrë më shumë fonde, kush do fitojë më shumë, kush do ketë të drejtën e doktoraturës, sepse sot Universiteti i Tiranës nuk ofron më studime doktorale. Tani çfarë ndodhi? Në një X universiteti ofron. Ky është gabim shumë i madh. Dua vetëm që reforma të jetë e mirë, cilësore për të ardhmen e këtij vendi, sepse në momentin që ti lufton për reformën në arsim, do të thotë që ti lufton për të ardhmen e Shqipërisë. Tani njerëzit këtu më duket se nuk e duan shumë vendin e tyre dhe bëjnë reforma të këqija. Pse ju mendoni që kjo reformë do shkatërrojë sistemin arsimor? Një pjesë mund të më lejoni një ndërhyrje po Laureta. Atëherë, vim në një moment. Kolegja e tha shumë mirë. Duket sikur ne zëshëm po mbrojmë interesat e raportit të financimeve dhe të administrimit. Jemi ndalur te në 12. Unë do të ndalem tek fjala që tha kolegja. Ne jemi prindër, jemi një pjesë ju e janë pedagogë dhe të gjithë duam cilësinë për pjesën e parë, për pjesën akademike. Pasi pjesa administrative është një risk i fakulteteve private, për momentin po e zëm, është pikërisht fabrika që prodhojnë diploma, nuk do t'ja akuzoj, por që prodhojnë diploma, ja edhe morën ndëshkimi. Në kuptimin e mirë po flasim që të jemi për atë pjesën e studentëve, sepse kriza e madhe tashmë është tek ne. Që pikërisht kemi një numër të madh diplomuarish, po i kemi të papunë. Kemi vim në diskutimin e cilësisë së njohurive tyre. Atëherë mendoj se reforma në arsim është një fjalë e rëndë dhe keq përdorur politikisht, por e nevojshme për të vendosur pjesa e akreditimit. Që pedagogu, që është pedagog dhe jep mësim në universitet, për mua të ketë standardet e veta të fituara dhe të ketë njësoj edhe me pedagogun në vendin fqinj. Dhe kjo nxjerr nevojën e menjëhershme për atë asaj marrëveshje për të realizuar 3-4 muaj është dhëna fati nga qeveria, që është nisur që në dhjetor të 2014-s. Pikërisht akreditimi i institucioneve të arsimit lartë. Sepse unë sot kam lexuar një lajm të keq, se ne gazetarët bëjmë lajme po dhe lexojmë lajme. Kam lexuar në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve, pikërisht dhënat e një agjencie për kërkimin ekonomik dhe zhvillimin, të cilat e rendisin Shqipërinë në vendin e 63 midis 93 vendeve për arsimin fillor, për cilësinë e arsimit fillor pra të 15 vjeçarëve. Ne kemi hyrë në borxh me këtë arsim. Pra renditemi të 63 në 93. Vendet e para ishin Hong Kongu dhe Japonia dhe vendet e fundit ishin disa vende në Afrikë. Pra ky borxh, lutem ta mbaroj. Ky borxh që ne kemi hyrë tek arsimi privat. Për 2 dekada do të faturohet rëndom në arsimin e lartë, pra tek cilësia akademike. Prandaj nëse jemi në kohë për të mos humbur shumë sensin e administrimit, për të patur zhurmën e madhe, universitetet private e lëvizën tregun për mirë, për keq, dhanë mundësi e gjitha. Kalojmë tek pjesa e reformës, mos zgjatemi shumë. Ne nuk po shqetësohemi në këto vite ku termi reformë sjell presion mbi mësuesit. Sjell presion mbi mënyrat e ndryshme të administrimit. Presion, që do me thënë presion? Presion do thotë presion do thotë që në muajin nëntor dhe dhjetor, djalimi do ka të qartë cili mësuesi jep gjuhën e huaj. Po, jemi shumë dakord me këtë që fillon nga fillorja. Të gjithë jemi dakord, kush e tha? Sigurisht që është shumë e rëndësishëm, por këtu po flasim që po bëhet një reformë për arsimin e lartë. Ai është tjetër diskutim. Sigurisht ato mund t'i bashkosh dhe duhen bashkuar, pra duhen ndjekur zgjidhje. Po integruar sigurisht, por këtu jemi në diskutim tjetër. Duam të diskutojmë për reformën që nga fillorja. Nga ajo reformë do kalon tek akreditimi, jo, më fal, dhe unë dua t'i përgjigjem disa legjende. Mund t'i përgjigjem një pyetje lutem për akreditimin? Si? A është akreditimi në kohë dhe pak sa i vonuar për të qenë me standardet e vendeve fqinj? Jo, tani unë nuk jam ministër arsimi dhe nuk bëj pjesë të këshillit të ministrave që t'ja përgjigje. Tani është pozitive që ne po... Tani të lutem. Në fakt, japë një përgjigje sipas reformës, po ligjëruar të zezën në të bardhë, akreditimin do ta bëjë një institucion jashtë, po themi, fakulteteve. Është kontraktuar kompani britanike, është kontraktuar. Absolutisht jo. Që proprietar të cilës do të marrë në konflikt të drejt për drejt me atë që do të bëjë. Ta fillojmë marroja deri në fund. E para, unë duhet t'i kundërpërgjigj disa legjendave që qarkullojnë urbane. Pra, çështja është universiteti privat, universiteti shtetëror e kështu me radhë. Siç e thash më përpara, ne jemi shumë dakord që të vendoset çfarëdo lloj kriteri për të përmirësuar cilësinë të universiteteve private. Pranojmë çfarëdo lloj rregulli, çfarëdo lloj kriteri. Ama, pasi pranojmë këtë, ne nuk duam që të mos trajtohemi njësoj me universitetin shtetëror, sepse dhe ata fëmijë, dhe ata studentë që studiojnë në universitetet private sot, kanë prindër që kontribojnë me taksat e tyre në këtë buxhet, siç kontribojnë prindrit e të gjithë studentëve të tjerë. Jemi shumë dakord me kriteret
sa më të forta jenë, ne këtë po kërkojmë. Po kërkojmë si thua barazim në konkurrencë me universitetet shtetërore. Pra ti kthejmë mos të ekzistojë më ndarja universitet privat e universitet shtetëror. Pra ti që ato legjendat që në privat shkojnë ata që marrin dot të shtetit. Okej. Po kërkojmë. Pasi të pranojmë, pasi të kemi vendosur këto kritere dhe ti kalojmë dhe qeveria e bëri një hap të parë dhe do ta bëjmë me akreditimin e kompanisë britanike që është kontraktuar. Jo, atë nuk tani unë nuk punoj në Këshillin e Ministrave, nuk mund të kthej përgjigje për këtë. Unë shoh çka ka thënë kryeministri. Dhe ideja është kjo, pasi të plotësojmë këto dhe jemi shumë të gatshëm të pranojmë të gjitha këto kontrolle dhe kritere, ne nuk mund të tolerojmë më që disa ti trajtojmë si të nënës dhe disa si të njerëkës. Kjo është ideja. Nuk e kuptova që ato zotëria të njerëkës dhe të nënës, sepse ju s'keni, me fjalë ju, se duket sikur ju jeni pedagog si unë dhe me fjalë është fatkeqësi që duket sikur ju mbroni privatin dhe unë shtetorin s'ka lidhje. Ju që jeni pro reformës, ne jemi pro reformës që ka 12. Me sa shoh në panel s'po e bëjmë ne. Jo, gjithë problemi duhet kuptuar këtu që privati i nxjerr të ardhurat e vete, ka zgjidhur problemin, sepse ka kuota që vendos vetë. Ka dhe tarifa që vendos vetë. Po pra kuota pagese që vendos vetë. Kështu që nuk ka pse shteti të mendoj për ata. A qofse do të barazohet, po nuk mendon tani profesor Shteti që rregullon. Nuk mendon. Se po themi që nuk është shteti që i barazon dot apo nuk i barazon dot. Atëherë barazimin në kuptimin e trajtimit e kisha fjalën. Po më fal, shteti s'ka pse të trajtojë një ndërmarrje private fitimprurse, duhet të thon para. Reforma pranon që universitetet që kjo është e gabuar. Jo fitimprurse i trajton njësoj. Po ju ato tjetër, sa përsa i përket e parë një si do bëhet financimi. Për shembull, unë sipas mendimit tim, pavarësisht se ti fole që gjithë paguajnë taksa, jam i mendimit që shteti duhet të financojë jo barabar gjithë. Pse? Po të financojë sipas të ardhurave, sepse edhe në kuotën e atyre që financojnë që duhet paguaj, nuk janë gjithë barabar. Të ndjekim opinionin që ka thënë Artan Fuga, antarët që do të zgjidhen në bord dhe që do të vinë nga fakultetet apo njësitë bazë do të përzgjidhen nga senati. Por këta pasi bën antar të bordit, këta i mbivendosën senatit dhe mund të kthejnë vendimet e tij. Në një institucion të organizuar, nuk mund të ndodhë që atij të delegohet një pushtet dhe që i mohohet nga një instancë më e lartë të marrë kompetenca mbi instancën që ka përzgjedhur. Kjo është e pamundur, tha profesor Artan Fuga, shef i departamentit të gazetarisë. Kjo sepse po të marrë një shembull, dhe parlamenti i Shqipërisë zgjedh presidentin, po në disa raste presidenti imponohet parlamentit. Kështu që kjo logjik që një universitet, që një institucion që del nga një institucion tjetër nuk mund të imponohet, për mua nuk qëndron. Ka një përplasje të vërtetë të neneve dhe në gjithë reformën që kemi lexuar dhe studiuar ka përplasje të neneve njëri me tjetrin. Unë të them që kjo reformë synon ta përmirësojë situatën aktuale në Shqipëri, e cila lë për të dëshiruar dhe nuk e përmbush të synim. Por unë mirë kuptoj edhe kolegët që kemi në krah, të cilët janë mirë kuptoj këdo që deli përfituar nga kjo reformë dhe mbrojnë një reformë. Po jo, por nuk është, po kjo është e pavërtetë, nuk mund ta lejoj këtë të ju të dilni përfituar. Jo, nuk dalin përfituar. Nëse duhet të bëjmë goditje në mbrez, okay. Nëse ju thonë që do janë se ju nuk dilni përfituar. Po pra, kjo është çështja. Pse ju nuk dilni të përfituar? Nëse ne kërkojmë që shteti të ketë të njëjtën universitet, do marrim universitet. Atëherë, për të dalë të studentët, tarifat e studentëve do të rriten padyshim. Nëse shteti do të subvencionojë njëkohësisht edhe shtetërorin, edhe privatin, përmes një agencie gati të çuditshme, agencia e fondit dhe kërkimit shkencor. Po themi gjëra të pavërteta. Tash unë po them ato që kam lexuar dhe pse ditë lexoj shumë mirë shqipen. Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Atëherë, se ligjet janë këtu për të interpretuar. Jo fare, atëherë një nga vërtetë e tjera të Dogrofit ka qenë pikërisht kjo. Institucionet nuk janë vendosur në pikën 0 të konkurrencës, në njësi të barabartë konkurrencës. Ka një traditë që po vjen zot. Po jo, duhet të vendoset. Në fakt, kjo është një vretje, ka qenë një vretje këtu. Se ne po flasim për pjesë, më falni për ndërprerjen, se nuk është shumë e ishme, po re kemi të flasim shumë për mënyrën se si do administrohen këto institucione. Kjo pjesë nuk duhet të jetë shqetësimi i trupës akademike, mendoj. Sigurisht jo, është ajo duhet të jetë, nuk është problem. Po nuk është shqetësimi më i madh fare, ëh? Është shqetësim administrativ. Mendoj se avantazhet dhe diskutimi që duhet flasim është pikërisht cilësia e pjesës akademike, që një student të jetë i sigurt kur të zgjedhë, që nuk do ta ndaj kohën e studimit që paguan vetëm me orarin e kafeve, apo me ndrimin e pedagogëve që mund të kenë identitetin e tyre personal, por nuk kanë mundësinë të kenë kontaktin me ata student. Dhe për këtë pjesë që ka të bëjë me akreditimin e institucioneve, kjo është pjesa që duhet na shqetësojë ne që marrim produktin dhe jo shumë administrimi. Personal do të administrimi publik
është më i miri dhe sjell shumë avantazhe sepse vendos rregulla të njëjta për të gjitha institucionet. Dhe mua nuk më shqetëson fare fakti se ku do të gjej financimet. Kjo është tepër idealiste dhe idealizmat nuk janë. Ne kemi Greqinë që kemi vendin fshirë. Kemi modelin britanik që vjen shumë i mirë. Edhe menaxhohet nga janë menaxhime publike? Sigurisht që universitetet Sa të marrë Belina mendimin vetë, kalim direkt pyetje. Ne kalim direkt pyetje. Për të këmbgulur të kundërshtojmë njëri tjetrin, unë edhe një herë të vëmendjen që është shumë e nevojshme të flasim për përmirësimin e cilësisë akademike përmes reformës. A ja vlen kjo reformë për këtë përmirësim? Sepse pjesa e administrimit nuk mendoj se është objekti i punës tuaj. Si ata marrin përgjigje nga Belina? Nuk është pjesë jo objekti i punës tuaj. Përtishmja juaj është ana akademike. Po na prek pra sigurisht na prek administrimi. Ligji përfshin të gjitha, të përgjigjet Belina. Nëse mundon, jam në një pozicion që pajtues në këtë histori, kështu që mbase jam në pozicionin e duhur. Sigurisht që aspektet që kanë bëjnë me administrimin nuk janë jashtë interesit të stafeve akademike, sepse janë këto konceptet lidhura me menaxhimin e dijes për cilat folëm më herët, që garantojnë atë cilësi në performancë që ju kërkoni me të drejtë. Dhe ne pikërisht për këtë jemi të interesuar, që në performancën akademike, pedagogët përkundrejt studentëve të jenë në lartësinë e duhur. Si institucion tani duke vendosur në pozicionin ku jam aktualisht, por që kam punuar edhe në universitete publike. Është e rëndësishme për ne, institucione private momentalisht, që aspirojmë të bëhemi publike dhe ne dhe të shikohemi njësoj, pavarura publike, sigurisht. Mendoj që e manifestojmë këtë gjë, ose e kemi tipar shumë të shprehur, edhe duke qenë privat në emërtim në etiket, jemi vazhdimisht të kërkuar në presion publik, por edhe të brendshëm, që lidhet me parametrat e ekselencës, që të plotësojmë standarde më të larta të cilësisë. Dhe plotësojmë vazhdimisht, unë si drejtuese e Departamentit Komunikimit në Universitetin Evropian Tiranës, sapo kam plotësuar një sër formularësh, plotësuar me dokumentacion shoqërues tepër të hollësishëm dhe detajuar, në lidhje me çdo standard që neve na kërkohet të plotësojmë. Këtë gjë e kemi bërë edhe përpara për akreditimin cilësor, për mbajtësor. Neve kërkojmë që këtë lloj standardi ti përgjigjet edhe universiteti publik, i cili shpeshherë shtetëror, i cili shpeshherë i bën bisht këtyre kritereve, e merr për të mirëqenë cilësinë, e merr të përmirëqenë sepse do garanci dhe do të ndihet i përfituar, i favorizuar. Se ju sapo thatë që paragjykojmë ne. Jo, s'është paragjykim. Në kuptimin e avancimit të kritereve të akreditimit cilësor dhe ati britanik që ne presim, ne jemi shumë të interesuar, ne s'kemi frikë se testohemi. Pse duhet kenë frikë pedagogët e publikut dhe strukturat e publikut ose realisht se cila pjesë e reformës duhet hyjë në konkurrencë. Nuk e kuptoj sinqerisht. Edhe këta duhet hyjë në konkurrencë, edhe në terma të menaxhimit. Këtu ndahemi pak bashkë, sepse un jam dhe në terma të menaxhimit duhet të jemi konkurrencial. Mënyra se si investojmë, se si bashkëpunojmë me bizneset, është shumë e rëndësishme. Këtu kishim një student që foli për idetë e bordeve tregut punës, se si mund të investohen, neve s'mund ta përjashtojmë konceptualisht idenë që bizneset mund të kontribuojnë tek universiteti me financime. Mirë, te gazetarët që kanë dhënë pyetje, kanë dhe gazetarët pyetje. Edhe një gjë të fundit, nga ana tjetër. Edhe në arsimin, meqense u përmend pak më përpara. Dhe në arsimin parauniversitar ka shumë nevojë për reformë. Dhe me sa di nuk e kanë përjashtuar nga planet e tyre dhe ndërhyrjen. Personalisht, fëmijët e mi i kam në institucion privat. I kam në institucion privat pse? Duke u nisur nga kriteret që kanë të bëjnë me cilësinë, me ambientet, me gjitha ato kritere që... Jo, sigurisht, edhe të privatët ka mundësi për zgjedhje. I kam quar aty pse? Do doja t'i kisha quar në një institucion të natyrës publike, sepse unë jap taksa dhe nuk duhet të paguaj ekstra. Kush do të paguaj ekstra? Por, nuk e qoj, pikërisht pra, ideja është që të garantohen standarde në mënyrë që unë ta qoj atje dhe t'jemi sigur reforma pikërisht këtë bën. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që bën reforma që këtu nuk u prek fare, ka të bëjë me kërkimin shkencor. Mund të ngrihen pretendime nga më të ndryshmet në lidhje me çfarë a ka kërkim shkencor në Shqipëri, a nuk ka, mund të flitet për kërkim shkencor në Shqipëri. Kto janë qasje disi, do thosha, radikale. Unë besoj që ka vend për kërkim shkencor në çdo vend, edhe këtu te ne mund të bëhet kërkim shkencor, dhe duhet të kërkohen standarde, pikërisht këtë bën reforma. Rregullon që të mos marren, mos siç është situata aktuale, që doktoraturat janë një në mas, të merren në mas, pa kritere, ka inflacion,
ka student që nuk bëjnë fare kërkim shkencor, nuk njohin një gjuhë huaj dhe pajisen me doktoratura, çfarë do të bëjë? Kjo do të rregullojë dhe do të ndërhyjë në parametra të cilësisë së kërkimit shkencor. Që të kalojmë edhe pak tek gazetar për përpyetje. Gjithë këto janë shumë shkurt që ti përfshim dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor do të jetë një agjenci burokratike për mendimin tim, sipas cilës unë do të aplikoj te kjo agjenci siç thotë reforma dhe në bazë të disa prioriteteve ende të paqarta, komplet evazive, nuk e di, a do ta fitoj unë grantin apo do ta fitoj X universitet privat ose X universitet. Kush është më i miri do ta fitojë. Dhe këtë nuk e di kush e përcakton, cilët janë kush ka projektin më të mirë. Edhe fakti që ekzistojnë institucione. Kalojmë gazetar për përpyetje. Një aspekt të fundit që lidhet me konfidencën, se lidhet me ato që zonja sapo tha kolegja. Kanë folur shumë të tepër. Prandaj kanë marrë përfshirje të mëdha. Që zhvillimet në arsimin e lartë mos jenë kaotike, pra ne ta dimë se ku po shkojnë. Edhe kjo gjë që ka vazhduar her pas here, pra me ECE-jake, me kthim mbrapa, disa quajnë regresive, në fakt s'duhet ndodhi më. Prandaj, edhe në marketing është një rregull bazë që duhet ta dish se ku po shkon. Për shembull, pse i pëlqejnë Apple-in, kanë konfidencë te kjo kompani. Ka marketing shumë të mirë Apple-i. Desa e përmendim ne për marketing prapë. Se një të njëri si kompjuter, doli. Çfarë rëndësie ka? Apple-i parti nga dalë si njëfte. Doli iPhone-i dhe e njoftën. Ideja është në mendësi, pra ne ta dimë ku po shkojnë, ta kemi të qartë se ku po shkojnë. Në një vit e gjysmë të kësaj reforme, në një vit e gjysmë të kësaj reforme, nuk e di nëse keni ndjekur, kjo reformë ka kaluar disa hapa. Në fakt ka qenë hapi i parë një ngritje në komisioni. Studentët e kanë cilësuar këtë komision të ngritur artificialisht ku nuk dihet kush përfaqësohet. Megjithëse ka disa pedagogë të publikut, të privatit, emrat janë publik dhe dalin. Dakor, po nuk e di kush i ka zgjedhur gazetë. Ky është problemi i ligjit. Nuk është problem. Kur studentët kontestojnë, thotë unë nuk të njoh si i publikut që më përfaqëson mua, çfarë ndodh? Tani edhe një. Studentët të kontestojnë. Në një vendimarrje, nuk është ky problemi, nuk është ky problemi. Nuk është problemi. Jo, vazhdojmë te. Çdo lloj komisioni që të ngrihen, qofse do të përfaqësim se qeverinë, se përndryshe qeveria që bën reformë. Jo, duhet përfaqësim. Vazhdojmë më tej. U ngrit faza e parë ku filloi për diskutim. Vazhdoi diskutimi më tej, pedagogët të nderuar të gjithë fakulteteve dhanë idetë e tyre. U morën idetë e tyre, u bën disa ndryshime, jo shumë të mira, po u bën. Ishte një hap pozitiv deri në këtë fazë. Në një moment të dytë, të gjitha këto sugjerime, kjo fazë që kaloi, na doli një draft që nuk dihet se nga doli, që nuk ka ide me këtë fazë që ta vazhdoi në shtatori e mbrapa sërish diskutime ku pedagogët në fakt thanë ne kemi dhënë disa herë mendime, na i kanë hedhur në paperin e famshëm, po në fakt ne nuk dimë se ku jemi tani, çfarë t'japin më. Vim në janar. Në janar vjen një diçka komplet ndryshe që askush nuk dinte se çfarë ishte. Si mund të vi në një komision? Është komplet ndryshe tani, të lutem. Komplet ndryshe me nene, komplet ndryshe. Komplet ndryshe. Dhe mjaft pedagog kaluan në pjesën radikale, pse? Sepse unë kam dhënë mendim. Unë jap mendim. Ja u kemi ligjin, ta lexojmë. Për shembull, më përpara ligji thoshte, këtu kemi grandet për mësimdhënien, edhe thotë, grandet për mësimdhënien përfshin Fondi institucional për institucionet publike të arsimit lartë. Dhe pasaj, kur vjen më poshtë, nuk përbën fare për publike. Pra nuk kuptohet nëse këto grande për studentët janë për publike apo për private. Pra, unë mendoj që kjo është relativisht e qëllimshme. Se më përpara thoshin që drejtën bazë meritës, vetëm për dëgjoni se nuk dua ta ndajmë këtë çështje bardhëzi, është kjo dhe është ajo. Jo, unë për vetes po ndaj, unë po vim fazë. Okej. Pedagogët në moment në shkurt thanë që ne nuk dimë çfarë mendimi t'japim, sepse e kemi dhënë, nuk e shikojmë të reflektuar. Na doli diçka tjetër, që në fakt vetë Senati doli dhe tha, ne këtë nuk e njohim, është asnjë në mëngj që na e kanë sjellë. Atëherë dhe një. Po një moment pas se kjo nuk ka akuzon juve, nuk ka lidhje me ju. Jo, e kuptova për të dhe në këtë moment fillojnë emërimet, bordet ku më minimalja në për këto le të themi hallkat e shtuara është emërimet nga kryeministri i Shqipërisë, që do të thotë emëron kryeministri, minimale ishte parlamenti. Minimalja. Maksimale është bordet janë postë për arsimin e lartë. Dhe varësia vertikale vjen që ka mbi vendosje kompetencash, ka mbi vendosje në ato që do të bëj dikush dhe çfarë do të bëj tjetri, që nuk janë shumë të qarta dhe këtu nuk flas për universitet publik apo privat, flas për reformën në koncept. U del një fakultet juridik me terma konkret ku thot ka antikushtetueshmëri. Për shembull, që mbrojtja e drejtave 57 shtata nuk e garanton ligji, nuk garanton dhe thyen. Po e garanton, pra e garanton më shumë se çka qen. Autonomia dhe liria tash ti. E garanton më shumë se çka qen. Vetëm do të shkësye. Po vazhdojmë te. Respekt për veten, për ta bënë një pyetje. Bëni një pyetje për të japur përgjigje. Të japë përgjigje për shtata antar.
Universiteti publik që presupozohet që pronar ka shtetin, i bie që 4 antar do i ketë ekzekutivi. Kush autonomia këtu? Sigurisht që është cënuar. 4-3. Bordi pra. Edhe njerë. 4-3 ti shikon se ka shim barazimin. Marrimi përgjigjet. Pastaj kundërshtojmë që jemi dakord. Autonomisë së universiteteve. Është ngritur bordi që shumë i diskutuar e kështu me radhë, që disa antarë emërohen nga ministria, disa tjerë nga universitetet vetë e kështu me radhë. Shumë funksione që ka marrë bordi sot, më përpara i ka kryer Ministria e Arsimit drejt për drejt. Shumë funksione, që nga hapja e vendeve të reja vakante pune, që nga përsa i përket universiteti tani ju lutem aka që tani kur hape tani të lut tani ta mbaroj një sekondë nuk e di më mbaroj një sekondë të lutem më mirë të flasin këto që janë universitet publik ta mbaroj sekondë lejojini të gaboj nëse më lejoni të gaboj se që gaboj Belina çështja është këtu një pyetje të thjeshtë më përpara ligjit kur hapej pra, universiteti propozonte hapjen e vendeve të reja vakante pune, dakord? Dhe miratonte ministria. Ishte kështu apo jo? Kështu ka qenë. Po jo, ka qenë kur tani nuk është më. E propozon universiteti, e miraton universiteti bashkëpunim me bordin. Dhe ajo që desha të thosha, shumë nga funksionet që i ka bordi sot, i ka pas Ministria e Arsimit direkt. Ka një ndryshim që në bord po, janë përfaqësues të ekzekutivit, aman ka dhe përfaqësues të universitetit. Pra këtu kemi një balancim, apo jo? Dhe mua nuk më duket se është ngushtuar autonomia, përkundrazi. Po vendimarrja si është? Po pra ja të dhash një shembull hapja e vendeve të vakante hapje të vendeve vakante pune. Më përpara propozonte universiteti, miratonte ministria. Ne vetim për emërimet, pra. Jo për emërimet, ju lutem, jo për emërimet, për hapjen e vendeve vakante. Po flas shumë qartë. Sa do jenë ata që do marrin? Pra sa do jenë ata që do marrin, jo kush i merr. Jo kush i merr. Pra sa do jenë ata që do marrin të rinj në punë si pedagog. Funksionon të kështu, unë nuk po them kush i emëronte, sigurisht i emëronte rektori. Kurse sot, kjo nuk bëhet kështu, i propozon universiteti, miraton bordi. Bord i cili ka përfaqësues dhe të ministrisë dhe të universitetit. Dhe po të ndjekim një logjikë të thjeshtë, mua nuk më duket, pra nuk ka arsye për frikë për shkurtim të vendeve të punës. Belina, të lutem ta mbaroj. Pra mua nuk më duket një gjë për të shqetësuar. Nuk është ngushtuar autonomia. Po dhash një shembull me vendet vakante, po kështu është dhe për rrogat e pedagogëve. Pra për shumë gjëra që më përpara i bënte vetë ministria, sot i bën bordi. Bordi i cili ka përfaqësues të ekzekutivit dhe përfaqësues të universitetit. Për ta theksuar, arsye për panik të stafet pedagogjike nuk ka arsye. Përkundrazi mund të kërkohet, mund të lindë nevoja që të ketë më tepër të punësuar dhe më tepër kapacitete për t'ju përgjigjur rritjes së cilësisë edhe zhvillimit të universitetit. Pedagogët kanë kërkuar garantimin e pakave me listë, është frika që ndodhte ato të kenë pakë, është e pabazuar, është e pabazë, pas teore. Siç është edhe ajo tjetra që thuhet që publiku do përfitojë, që privati do përfitojë. Nga një anë kishte do të ndodhi privatit, çfarë do të ndodhi mesatare? Do të tani nuk e kemi praktikisht, tani nuk e kemi. Do të kanë për filialet periferike. Pa qarta, pavarësisht se kanë funksionin publik, të pa qarta, Universiteti Sarandës pati një mbyllje të viteve të para, qyteti më jugor, dhe përflitet që do të ketë një drejtim turistik për vitin e ri akademik. Dhe kjo është keqardhje e madhe. Kjo për mua është shumë keqardhje. Duke parë jo numrin e lartë studentëve që dalin çdo vit, juve duhet të më dëgjoni pak, ju lutem. Jo se duhet të ketë universitet në çdo qytet. Nuk mund të ketë filozofi dhe jo turizëm. Dhe kjo reformë këtë gjë bën. I imponon që të ketë turizëm dhe të heqë filozofi. Po themi gjë, juve thjesht po realitetin e vizës në formë tjetër. Po mbyllën në them pak më bukur shkollën e infrastrukturën. Po do të kemi diskutime. Sepse në momentin që ne kërkojmë mendim akademik të zhvillohet nga studentët dhe jo thjesht monopoli pedagogëve, nuk kemi laborator për studentët. Nuk kemi stimuj matës të studentëve dhe akreditimi i institucioneve të larta. Akreditimi, unë shpresoj që t'i vendosë këto, pra jemi në të mendim. Jo, pyetja ime është kjo dhe jepen një ndërhyrjen brenda pyetjes. Çfarë i thoni sot një maturanti që na ndjek përmes kanalit publik, se cilin universitet ai duhet zgjidhë në formularin e vet? Çfarë ai duhet bëj për degën? Çfarë ai duhet mendojë, më falni? Të zgjedhë këtë doj. Çfarë u thoni sot juve zotërin pedagog maturantëve për pozitivitetin e kësaj reforme dhe për mënyrën se ata duhet zgjedhin një universitet publik apo privat, do të keni një faturë financiare se sa i kushton një studim në fillim të shkollës, po faleminderit. Pyetja ishte shumë me interes dhe ajo që duhet, domethënë,
pyetja që na mungoi gjatë gjithë debatit. Në fund debatit. Duhet. Unë do t'i them këtë, për sa i përket reformës. Sipas mendimit tim, kjo reformë realizon dy gjëra thelbësore. Realizon konkurrencën midis universiteteve, për të thithur financime për personel akademik më të mirë, për studentët e kështu me radhë, dhe garanton mbështetjen për shtresat e varfra. Dhe ajo që do t'i thosha unë studentëve është kjo reformë do t'i mundsoj këtë gjë, që ju të kini para jush universitete të mirë të rankuara, ku mund të dini se ku do të shkoni, dhe të gjitha ata që s'kan mundësi të ndjekin studimet, kjo reformë ju mbështet për shtresat nevojë i mbështet për të ardhmen e tyre. Pra dy gjëra. Universitetet më cilësore dhe mbështetje për shtresat në Po pra, kjo nuk është gjë. Jo, është tjetër gjë. Do ta thosh vetëm një sekondë, do të thuash. Edhe një fjalë të shkurtër nga ju dhe do ta mbyllim. Okej. Ku për arsimin e lartë sot shteti jep 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo reformë parashikon ngritjen e një piramide të tërë administrative dhe institucionale, e cila do të kërkojë 2 fish ose 3 fish të prodhimit të brendshëm bruto të akredituar deri tani. Ku do të gjej ky shtet këto para? Dhe këto para do të shkojnë më shumë për ngritjen e këtyre institucioneve se sa për sigurimin e cilësisë së studentëve, të krijimit të tregut të punës, vlefshmërinë e diplomave që marrin studentët dhe kështu unë përsëris atë që thash në fillim, nuk përmbush synimet që ka vënë. Ekziston ndonjë raport mes numrit të institucioneve e fundit. Nuk kemi shumë kohë. Një raport e numrit të studentëve. Të bëj një pyetje beqë se në emision në shpjegime ta bëj një pyetje. Nëse mund të lejoj. Ka një minimum. Ta plotësoj atë normën time. Institucione të reja, agjenci të reja. Zonë Dërbita për ta mbyllur një fjalë të fundit. 5 agjenci do të. Atëherë, meqense bëri pyetje zonja, unë sigurisht që do i thosha që të shkojnë në universitet më të mira, unë mendoj që të gjithë maturantët e dinë cilët janë universitetet më të mira, të shkojnë të ato universitetet të cilat nuk bëjnë reklam. Okej. Për ta mbyllur. Për ta mbyllur në kuadrin e ndjesive, që unë shikoj vazhdimisht me studentët, në kontakt me studentët, që ata kanë ndjesinë e diskriminimit, ndjesinë e diferencimit, në një kohë kur një pjesë e madhe e tyre vinë e bëjnë zgjedhje të parë universitetin privat, ku ne japim mësim, në Universitetin Evropian Tiranës konkretisht, kur vinë me mesatarë të larta, ku investojnë dhe e dinë se sa e vështirë është, kalueshmëria është në nivele jo ashtu siç na e paragjykojnë të tjerët. Domethënë është në nivele të tilla që ne kemi 40 me 60 raporte apo jo. Është normë do të plotësuar apo është? Nuk është normë. Është normë. Jo. Po jo s'kemi nevojë të bëni reklama. Në një masë të konsiderueshme, studentët nuk arrin dot të diplomohen, pra nuk është garanci. Nga ana tjetër do t'i them edhe këtë pjesën tjetër, që çfarë do një detaj që na e shikojnë se çfarë përfitojmë neve nga kjo histori. Ndoshta në tipologjinë e atij universitetit keq, nuk do ishte normale që të kërkonin që të futej mesatarja, që të futej cilësia. Ne kërkojmë edhe këtë gjë. Ne kërkojmë që t'i marrim studentët që kanë kapacitete në bazë të meritokracisë, pra ata ta meritojnë për të përfshirë në universitet. Dhe këtë gjë të mund ta realizojnë edhe në universitetet private, edhe në universitetet publike. Faleminderit. Mirë, për ta mbyllur, keni diçka të fundit? Pyetje përfundimisht, jo për të dhënë përgjigje, por pyetje që të ngelin të hapura. Po, do të thotë, pse kjo reformë po kalon tani? Një prag fushate. Ja përgjigje. Kalim përgjigje të hapur. Tani të lutem, nuk mund të ngresh pyetje të tilla pa përgjigje. Pa përgjigje. Do të jemi në sinjalet e mia, kjo reformë është e përfunduar. Në të gjitha palët është votuar unanimisht. Në ato informacionet që kam unë dhe ndaj është pyetja përse kalon tani pa vëmendjen e dur në fushat. Po kalon pra kjo. Përse universitetet private duan që të vënë tek barazon me publikun. Kalendari parlamentit është shumë strikt. Okej, filloj muzika tani. Nuk e asi. Jo, kam diçka të fundit, po më duk sikur i dha të fundit. Jo, nuk i dha fundit, dha për ta mbyllur. Kjo personalisht e kam ndjekur që në hapjen e parë deri sot më duket një reformë pak e çuditshme. Sepse kanë ndryshuar 4 herë variantet e veta dhe kur i lexoj dhe i rilexoj më duket të ndryshme dhe ka pasur o zot disa lapsuse të tmerrshme duke nisur nga neni 1 deri te neni i fundit, që kishte futur dhe çështjen fetare dhe ishte një tmerr i vërtet. Kishte në një nen thuaj që e mëronte presidentin, në një nen tjetër e shkarkonte ministri, që ishin nonsense. Dhe kush e lexonte që dhe me pak informacion e kuptonte që kjo nuk ishte e duhura, u ndryshua dhe në fund pedagogët kishin një draft ndryshe, në kuvend ka
bashkuar një draft ndryshe, ndërkohë që zërat mes gazetarëve, Ministrisë së Arsimit thuhet që paska edhe një draft ndryshe që do votohet. Pra ku jemi? Ku do shkojmë? Kjo është çështja. Demokracia përveç se përfaqësim është dhe vendimarrje. Diçka tjetër për ta mbyllur, po thuhet pozitive, a? Një duhet vendosi për një reformë. Reforma nuk është pjesë e shoqërisë. Reforma nuk është shoqërisë. Kishëm 2 orë, 15 minuta. Por të sqaruar çdo gjë. Nuk mund të ndahet Laureta politika. Ta mbyllë Laureta për ta mbyllur. Kujtoja edhe njëra afatin e bërë publik, afatin zyrtar për të përfunduar akreditimi i institucioneve të arsimit lartë, që është 3 deri në 4 muaj pavarësisht se përkon paralel pra me zgjedhjet vendore, dhe ne nuk i përjashtojmë dot atmosferën apo të tjera të tjera. Do desha që ne të dëgjonim zërin e studentëve, po jo të dëgjuam, ishim në pjesën e parë me studentët. Në organizatën e tyre nëse kanë një organizatë që i bashkon nga universitetet publike dhe private. Pra, do ta drejtoja vëmendjen pikërisht të mendimit tyre që kanë ndjekur në mediat sociale. Jam limitë, ti di. Okej. Atëherë le të shpresojmë që akreditimi këtyre institucioneve ta bëjë dhe reformën. Unë kam një vërejtje për këtë, unë them që profesorët janë për të përhershëm në universitet, jo studentët. Okej. Po mendimi të Lorit, faleminderit që ishit me ne edhe sot. Faleminderit Tamur që sponsorizon veshjen time në zemër të bllokut rruga Brigada e 8. Sot Kolori u bën një ylber debatesh, gjithsesi miq të dashur. Debat do vazhdoj derisa të Faleminderit që ishit me ne. Debati vetë se bën. Sa më të këndshme.